me lëviz në këtë rrugë? Shife, unë shumë vështirë e kam, jo shihni vetë. Kam shu shpesh herë morxu, për i gropave, për i gjanë, pa drita, nuk shifet, asnjë gjë. Qenë herë kam shu morxu edhe shife rrugën vetë. Më prishet për çdo ditë, mjeti s'ka ku shumë lëviz, shumë keq, shumë vështirë. Mos ditëve, mundesh me lëviz për shembull nëse ke një nevojë për me dalë. Po më çfarë dora ka me frikë se s'ka drita, gropat e urxohen, kush bë morxu, kush më çon. Vetëm shumë vështirë. Cili është apeli jot? Po apelim është paktën në shtrimin e rrugës, në 100 dritash, se lënë edhe tjetër ka shumë gjëna, ujë s'ka, ujë s'es nuk ka asnjë gjë. Shumë vështirë, si më kanë kohë të lartë më edukacionit, si më thon. Shumë vështirë. Faleminderit. Përshëndetje gjithë. Falenderoj organizatën e medias që kanë ardhur me pa një punë të kaluame në lagjin e Beslive Hotiri, Bashkia Shkodër. Interesi i banorëve të kësaj lagjet ka qenë i vazhdueshëm, janë interesuar njerëzit me vite, por nuk kanë pas një rrugë zgjedhje. Problemi kryesor kanë 3 pika që përshtojnë këta banorë, e unë si pjesëtar, si banor i kësaj lagje. Puna e parë është uji i pishëm. Është bërë një investim që është në 2008, edhe janë hap tubat, edhe kanalet, edhe pusetat për e këtu, që po jena sipër e detë aty ku baneun. Deri në tash s'ka pikë ujë. Këta fshatarë në munime me dijes kanë hap pusa me shpenzime të mëdha kolosale, ujë nuk ka. Puna e dytë është energjia elektrike. Keshi në Shkodër ka punë shumë e mirë, po dhe keq. Prej të kryqëzimi rrugës, e deri këtu afër kish, si pak metra në dojnë, kanë punuar mirë, kanë lidhë bishtekun, me shtylla, bile edhe me mjetet e ndryshimit. I falenderoj si banor, shumë bukur. Të kryqëzimi rrugës, e deri të shtëpia fundit që jam unë me 2-3 familjarë atje, skandaloze. Një pjesë e këtyre banorëve kanë dhe shtylla private, bile edhe unë jam nga ta, disa dronit, janë 1000 tela. Plus atyne ka shkolla lidh edhe interneti lidhen aty, si rrezik për fëmijët e shkollës, për banorët, për njerëzit, me keqardhje thonë këtë punë, kanë bën kërkesën se të gjithë banorët pagojnë energjinë elektrike, pse si shërbim qytetarëve. Duhet ketë edhe mjetër njëshimit, bilet pak të 100 metër me pas një mjetër njëshimit gjatë natës, sepse ka kudo që ndodhin punë të kësia pa dëshueshme. Rruga. Kryesor është për ne metet rruga. Si mas thanjeve, kjo rrugë do matë me parametra ma vonë, po do në kone duhen. Na nuk kërkojmë parametra rrugës, rruga anë për një në zëbëll, po kërkojmë të që prej të makina që përshikoni ju dhe unë, e deri në fund të kryqëzimi dytë, është skandaloze. Kërkojmë një asfalt, me në punu, me në kryu këto mundësi, në mënyrë të tillë që timi. Këta banorë, Zotni, në qoftë se do me thonë këto kërkesa më burr, në qoftë se këto kërkesa s'marrin parasysh. Çfarë do të bani? Cilat janë hapa të tjerë? prit, atë dhe sa medalën, lutem shumë. Këta banorë, edhe me ta patjetër, kuptohet, na herë kërkojmë. Nuk jena për angazhime provizore ose letra. Ata që merren masa me na stabilizu këtë punë, na keni blok qendrë votimi të kudo. Ata pushtetarë, qeveritarë, partitë të ndryshme nuk kanë si e punë, ku nëse nuk bëhet një rikëzjeve, na s'kena pse të syjmë kutire votimit, që thotë një, për kë votojmë na? Po na votojmë për fëmijët tanë, për njerëzit tanë, për shoqërinë tanë, për një ardhmë më të mirë. Atë kuptohet, nëse ne japim këtë zgjidhje, si ne takojnë bazë ligjit, jena pjesëtar të votojmë për shtetin, për ne e për kushtetutën. Po jo në këtë formë. Faleminderit. U falenderoj edhe ju.